Hello, jemi në valët e Top Albania Radios në 100 FM. Është prapë e inte dhe jeni duke ndjekur She's on Air. Përshëndetje gjithë ju goca, çuna, gra, burra, kudo që jeni, kudo që ndodheni. Po, a jeni dhe ju nga ata njerëzit që direkt para se ndodhi një moment, pa e shijuar akoma vet, ju e dokumentoni me story, edhe direkt zëria të këndin perfekt, kaloni filtrin, buzëqeshni, sigurisht s'ka ndodhur asgjë e keq, do të thënë, show must go on. A jemi realisht ne ashtu siç ishemi në këto rrjete sociale? A jemi vërtet vetvetja apo janë këto filtra që na bëjnë dhe më të bukur? Po që besoj do flasim pas pak tamam për këtë temë, se unë mendoj goca që t'ja nisim direkt me thashë themet e javës. Themet tona, po. Tani, nga cili thashë them doja fillojmë? Nga të doj Tani thashë themi më i fundit që ka ndodhur, të gjithë e dim që kemi ndjekur këtu te Top Albania Radio, ka qenë deklarata e Shqipe Hysenaj, po. që ka bërë për Parashevi Simakun, që ka thënë që i merr burrat të tjerëve. E keni dëgjuar apo pse vini kështu se sa vitur? Unë jo vetëm që kam dëgjuar të gjë, por unë kam parë revoltën e Elton Elirianit, sepse ai është personi që është gjithmonë në mbrojtje të Parashevis. Po dhe Parashevia kishte bërë një deklaratë. Po, kishte bërë një deklaratë dhe Parashevia, e cila kishte thënë që nuk merrem, do me thënë që prej zanafillës të këtij situatës, po tregonte edhe karrierën e saj që prej fillimit, që unë jam sulmuar dhe nga kolegët e mi dhe nga gjithë kam pasur mlev, zili etj. Sepse është një yll, dhe themat e bukura duhet pranuar që gjithmonë sulmohen, por e shikohen. Se Shqipja ka bërë këtë deklaratë. Mua më është dukur e tepërt. Personalisht nuk e di çfarë mendimi keni ju goca. Realisht me të tepërt, mbi të gjitha unë mendoj faktin që shumë mirë tashmë dihet që Parashevia në Amerikë dhe kurohet, ka ndodhur rasti që është kuruar në një nga spitalet atje për shëndetin mendor, duke qenë se dhe gjendja e saj është shumë e rënduar. Okej, dhe kalon pas të pjesën, unë mendoj të gjykojnë faktin pse dikush gjykon dikë tjetër për dikush që e kishte cekur Iliriani, që kishte thënë që nuk është askushi. Po, Shqipja në fakt kishte thënë thjesht na thashë themet çfarë kishte dëgjuar. Po tani çfarë kemi dëgjuar? Ne kemi dëgjuar shumë gjëra. Ne kemi dëgjuar shumë gjëra, nuk është të thënë që kjo gjë është e vërtetë. Po mua thjesht nuk më pëlqen fakti që ajo në intervistë tha dhe pastaj në story kishte dalë sikur ishin thashë theme. Ishte tërhequr deklarata e saj. Po, ishte tërhequr dhe përmendja ka bërë që të marrë pak vëmendje sepse i ka rap kohët e fundit. Po, vëmendja është gjykatë. Nëse unë do të lëm njerëzit që marrin burrat grave ku të duan. Për shpifje Eltoni tha që do ndiqte këtë në gjykatë. Po, pra. Kështu që nëse ishte shumë e rëndë si deklaratë, për mendimin tim ishte, nuk e di. Unë mendoj të kalojmë në një thashë them tjetër. Dua të ndalem pak këtu, sepse Parashevi Simaku është një ikon. Është ikon kombëtare dhe nuk mund të vi dikush si Shqipja që për mendimin tim, ta them hapur, nuk ka asnjë talent, nuk është askush dhe të thotë për një ikon kombëtare, fjalë të tilla, edhe nëse i ka dëgjuar këto thashë theme. Tani që Parashevia është një artiste e mirëfillt, e kupton? Po normal. Shqipja është një personazh i cili është spikatur nga një emision dating, nga një emision dashurie. Nuk ja mohojnë dot të drejtën e fjalës shqipes. Okej, është për pjesën Kristina e ka më shumë te pjesa e paragjykimit, po nga kjo mua më rrjedh një gjë tjetër. Thashë theme dhe nuk janë ndryshim dot. Ajo nuk diskutohet, po pjesa e gjykimit në këtu ku ne jetojmë është shumë. Unë mendoj që është abuzim i hapur nga Shqipja për të fituar edhe audiencë edhe për. Ka humbur gjatë kësaj kohe dhe mendon se të kthehet duke bërë një boom me Parashevin që mua më duket e tepërt dhe nga shëndeti mendor që mund të ndodhet. Jo jam sepse për te kësaj nuk është ideja këtu. Me fenomenin sepse artistë të mëdhenj shqiptar nuk vlerësohen realisht dhe po vlerësohen njerëz që nuk kanë talent, njihen vetëm për agresivitet, vetëm për debate, për asgjë, përveç show që bëjnë. Do me thënë Shqipja është një show girl, kështu e njohim të gjithë, që ka bërë debate me të gjithë, ka qenë deri diku antipatike për publikun,
dhe sot flet përpara Shevin, e cila është një ikon kombëtare që prej fillimit që në kohën e komunizmit. Po ti këtu, mua këtu jo papritur më vjen direkt në mendje rasti i Princ Lekës, ku është një rast tjetër që tregon që mi tek gratë që i marrin burrat grave të tjerë. Po nuk është e vërtetë dhe nuk duhet gjykuar, sepse Princi ka dalë në një intervistë dhe ka thënë që unë ka pasur një marrëdhënie me ish bashorten, e cila ishte më një marrëdhënie e vërtetë. Jetonim në një shtëpi, po thjesht ishim të ndarë. Po pra, ne ishim të ndarë dhe në sytë e botës, sa ne dinim bënë foto që ishim sikur s'kish ndodhur asgjë. Dhe për më tepër, tha, për partnerin që ai ka sot blertën, atë Golson. E cilësoj si viktim dhe tha unë bashortes time në thonjza aso kohë. Po jo, se ky krahasim edhe sikur nuk është i duhur. Po në publik, partia që sot ka Princ Leka u gjykua sikur ishte futur në mes çiftit, gjithë ajo propaganda që u bë atëherë, gjithë problemet që u shkaktuan Princit, u gjykua sikur ndodhi nga ajo. Nuk mund të krahasohen këto dy raste. Jo, domethënë janë komplet raste të kundërta. Janë raste të kundërta, po janë raste ku tregohet që femrat shqiptare paragjykohen dhe cilësohen sikur hyn në mes të një çifti. E lëm pas këtë paragjykimin njerëz që futen midis çifteve dhe kalojnë pak te dashuria. E keni para atë je gjithmonë ti proper të dashurinë më Enxhi, si ka mundsi. Historinë të dashurës së Mozikut që i kishte bërë një dedikim. Po, e kemi parë. Të dua sa më frikson. Domethënë sa keni parë këtë deklarat, të dua sa më frikson. Çfarë mendoni si e frikson? Po dhe edhe mua mund të më ke ndodhur një moment të jetës që e kam menduar këtë gjë, që mund të kem dashur një njeri aq shumë sa friksohesha nga fakti që mund ta humb, nga fakti që nuk mund të rri dot pa të, është një gjë që mendoj se kur je shumë i dashuruar ndodh. Po që ti Enxhi, se ti si e fare për këtyre ndarjeve këtyre, je vetëm për dashuri. Na thuaj çfarë ti një herë. Të tjerëve rëndika dashuria. Na thuaj një herë ti si do duket deklarata. Jo, mua më pëlqen shumë fakti që njerëzit e dashuruar ja shprehin njëri tjetrit dashurinë. Nuk kemi pse bëjmë këto deklaratat e kota të shqipes për shembull, mos të merrim me gjërat pozitive. Nëse ajo deklaratë e shqipes duhet po dashuria duhet edhe deri në fare pike. Se e keni parë çka ka ndodhur nga dashuria e tepër platonike. Çfarë ka ndodhur? Për ndjekja e gazetares. E keni parë që një psikiatër në mos gabofsha kosovar ka përdjekur gazetaren sportive? Me ideja para se të vazhdojmë me këtë dëshim të kalonim në një këngë dhe pastaj mund të rikthehemi prapë. Po tjetër, dëshirën tonë ne respektoj gjithmonë me goca. Dëgjojmë një këngë. Ja ku jemi rikthyer nga muzika, e plotsuam dëshirën e Rikës se të dëgjojmë një këngë. Po goca në këtë moment që ne po flisim live, një telefonatë, po unë jam shumë emocionuar na erdhi. Kristina, shumë për dëshirën tënde, po për dëshirën e gjitha ne kemi në linjë telefonike Liliana Kondakçiun të madhërishme dhe shoqen e parashërisë Makut, mund të themi ikona me të cilat unë personalisht kam dëgjuar këngët, jam rritur. Jo vetëm unë, të gjithë. Jam shumë e bindur për këtë pjesë dhe më bëhet shumë qefi që na është bashkuar për të folur edhe pak më shumë për të temë që është shumë delikate, mund ta quaj, sepse kur bëhet fjalë për emra të tillë, nuk ka se si situata mos jetë kaq delikate dhe të kalojnë në këtë abuzim. Përshëndetje. Përshëndetje. Jemi shumë të lumtura që ndodhesh me ne në këtë lidhje telefonike. Ne pak më parë po diskutonim rreth deklaratës që është bërë dhe përveç faktit që jemi shokuar, realisht po flisnim qartë për pjesën se si ndodhin këto paragjykime, si është e mundur që të flitet në këtë lloj mënyre për ikona, figura kaq të mëdha të artit shqiptar. Dhe mbi gjitha pa baza, sepse bëjnë këto deklarata dhe më pas tërhiqen. Si është si ka tingëlluar, si e keni parë ju? Dhe mikesha saj. Atëherë, unë mikesh nuk jam, por jam shumë e dashur për të, si këngëtare dhe si njeri, të paktën për aq kohë sa unë e kam njohur, se ajo është pak, por shumë më e re se sa unë, kupton? Nuk është brezim, po me aq sa kemi pasur marrëdhënia atëherë, përshtypjet janë nga më të mirat përse i përket personit tim. Pa fjalë,
punëtore, rregullt në orar, në këto nuk kam asnjë diçka por të thënë përveç se pozitive për të. Ndërsa për ngjarjen në fjalë, siç po thoni ju, sigurisht unë jam e indinjuar sepse çdo njeri ka jetën e tij personale dhe askush nuk ka të drejtë të bëjë deklarata të tilla sado të sakta sikur të jenë, për shembull, nuk do më pëlqente, domethënë, të përhapej kaq shumë e të bësh një deklaratë kaq e madhe për të gjithë shikuesit dhe lexuesit. Sot ne kemi parë që rëndom të ndodh që persona që kanë deputuar së fundmi në këtë botën e showbizit, mund të themi, përdorin për show dhe kapen në këtë lloj situatash për të bërë zhurmë, le të themi. Normalisht ne e bizetuam dhe pak më para për faktin që dëgjuam se dhe kjo temë do të trajtohej në mënyrë ligjore. Besoj se dhe ju mendoni që është mënyra më e drejtë për të trajtuar situata të tilla. Tani mirë është të trajtohet ashtu siç duhet, që të mos bëjnë përsëritje, të bëhet ky rast për të gjithë ata që kanë dëshirë të përflasin artistët. Të bëj një pyetje. Çfarë mendon, si e shikon ti diferencën midis artistëve ose personazheve publik që kanë qenë në kohën tënde dhe personazheve që janë sot në ekran? Nuk e kuptova tamam si pyetje. Në ç'kuptim? Do me thënë, në kohën tuaj mbi çdo të ronte më shumë talenti, le ta themi troç. Po. Personazhet televiziv sot mendon se janë jo mjaft të talentuar për të bërë zhurmë. Për të bërë zhurmë, kanë domethënë shumë famë por jo talent. Dhe përdorin të qëndrojmë ke parashevia me që ishte tema për të. Ajo ka lënë shumë gjurmë me talentin edhe me zërin e saj. Po, dhe është shumë e padrejtë që... Nuk ka nevojë të bëjë njëri asaj zhurmë. Po. E kupton? Ashtu dhe e para dhe e dyta. Okej, në rastin ton konkret, në sigurisht që kemi qenë shumë të rregullt, shumë të saktë, por nuk mund të them që edhe sot nuk ka. Mbi të gjitha keni qenë njerëz, sot shumë e vështirë të gjesh njerëz. Kishte motive të tilla. Tani unë nuk jetoj me këta, unë vetëm thjesht i dëgjoj në televizor, kënaqen, kanë vokale shumë të bukura, e kupton? Nuk i njoh nga afër, janë të rinj, nuk kam marrëdhënie drejt për së drejti që t'i jap mendim. Kupton? Por që je kundër kësaj. Dhe ata kanë atë miqsinë e tyre, kanë ata dashurinë e tyre mes njëri tjetrit. Nuk e besoj që ekziston kjo gjë. Ti pas kësaj situate, a je lidhur me parashevin, keni folur, si ndihet? Jo, unë nuk kam lidhje kështu, po në një të Rionit Eltonit që i kam bërë një koment në ato muaj ku u bë zhurmë e madhe, dhe një herë në një emision që kemi bërë, edhe aty thash diçka pozitive për to dhe pastaj nuk kam lidhje sepse kam pasur. Po sa për Shqipe Hysenaj, a i njihnin më para se të bënde këtë deklaratën, ose Shqipe Hysenaj, gocën që bëri këtë deklaratën? Jo. Nuk e njoh me em. Ndoshta mund ta njoh kështu, po nuk e di ku jeton ajo që ndoshta mund ta njoh tek kështu në paraqitje. Okej. Ka qenë një ish konkurrente e përpullsa. Nuk e di zemra. Më vjen mirë shumë që po e trajtonin pozitivisht këtë problem. Po është problem për të trajtuar. Kështu bukur me këtë lloj dashurie dhe dashamirësie për gjithë artistët. Të falenderoj shumë. Një muaj të mbar. Shumë faleminderit, të falenderoj thellësisht edhe arti juaj është art që nuk vdes kur. Kjo është pak po e sigurt. Kam dhe një kërkesë, të lutem. Ed Manushi vdes për këngët e tua. Do ta mbyllësh, të lutem, me një këngë tënde shumë shkurt. Një refren këngë të shkurtër. Duke qenë se ti dhe ke debutuar me një projekt të ri. Okej, pra Kloe, të lutem plotësoj aty dëshirën Manushit me një këngë. Me një këngë të Lilianës dhe shifemi në pjesën tjetër. Jemi me energji se sa kemi filluar dhe do thoni ju pse ju shtuar energjia më shumë. Po e dini ju kush erdhi? Se mungon dhe dikush. Po Ina, ka ardhi Ina. Ina, po ku jeti Ina? Ja,
Ja, kështu erdhe, mos kisha ardhur fare sot. Po jam si mos kisha ardhur. Po mos hajde. Se si mori malli juve. Po jo kështu është, kur zgjeshën në fillim mos hajt fare. Ku ishe që s'erdhe? Më mirë vonë se kur thon. Ku ishe që s'erdhe? Ishte një perl me Dea, domethënë thoshte gjatë gjithë kohës, hajde nisim që mos vihet. Hajde nisim. Po. Është e vërtet, po ti ku ishe? Mund ta di unë? Jo, pritje. Ç'qen ta thoshte s'kemi ç'e duam. Ore, ka ardhur pa make-up. Ka ardhur me bluzat e gjerë. Është gjithë kë make-up. Ka ardhur me bluzat e gjerë, bluzë shunash. Ku ke qenë ti? Tani do të nxjerri ku ke qenë ti. Moj unë shtëpi time kam qenë po. Me kë? Puna. Ç'shtëpi me bluzë të gjëra kështu. Tash kjo Pse bluza, vonove sot? kjo bluza ta nxjerrim nga gjithë Unë dua të ndaj një sekret me ju. Ina aty mbrapa ishte shumë e prekur kur erdhi. Oh. O gocë, po ne jemi live. Ti di që ke një emision live. E kupton? Dhe ti nuk vjen në kohë. Çfarë do të thotë kjo? Ina, kush ta ka thyer? Nuk më ka thyer. Po pse ishe vërzitur? Pritë të shpjegohet. Probleme familjare. Macja, Macja nga dritarja. Edhe mund të ndodhin në shtëpi. Macja nga tapeti në shesh edhe u bra. Na thuaj çikina. Nga tapeti në shesh. Nuk super. Ma ka marr mua. Unë mendoj ta lëm këtë pjesën time sepse unë u vonova, po Sa e përgatitur ke shumë të fillonim direkte me temën, se vetëm për këtë temë. Di ke edhe temën, ë? Patjetër që e di dhe temën. Ka përgatitur. Patjetër, gjithmonë jam e përgatitur. Prandaj vonoj që ti jesh më e përgatitur se ne. Me Dea ta mendosh mirë herë tjetër kur të fillojmë pa inën. Vetë ora shpirt, jemi live, kemi njerëz që enjoying. Storyt e Instagramit janë më interesante se jeta ime. Tani vajza, të kanë informuar këto ty. Jeta ime në fakt është më interesante se storyt e Instagramit tim. Është vërtet. Se merr Robi 200 lule dhe si poston. Edhe më jep mua. Unë prezë e biri botës vjen me sjellina lulet. Çfarë bëj unë? Për zotin, në qoftë se unë do kisha filluar dhe të tregoja çdo gjë që ndodhte në jetën time, në storyt e mia të Instagramit, në reelsat e mi, në postat e mi, në TikToket e mia, më besoni që do isha shumë e famshme për dramat e jetës. E mendon edhe për mua atë njëjtën gjë? E mendoj. E mendoj që do po të vështoj edhe në dramat e mia në jetë. E mendoj për gjitha ne dhe jo vetëm, sepse ne gjithmonë përpiqemi të nxjerrim në Instagramin ton një pjesë tonën e cila nuk është aq e vërtetë sa vetë. Ka shumë momente që ne jemi duke qarë, po ne do hedhim një story sepse nuk duam që filan fistekut mendoj që ne jemi keq. Po ti e di çfarë thot Desiana për mua? Amen. Më thot mua, merr vesh ndonjëherë kështu kur zihem unë me ndonjë person special të zemrës, e më thot mua, "Ha me Dea, fillo tani hidh video foto me ato këngët vajtuese." E kupton ti Desiana dyshon dhe mendon se unë gjendjen time emocionale kur zihem me zemrën time. Kjo është e vërtetë që ti bën. Si është e vërtetë, po? Story në WhatsApp ajo. Po pat me diet me këngë me perda mare, të diet që është ndarë ose zon. Kush ndahet? Unë nuk ndahem kur. Unë shumë jam martuar. Pas kush nuk e di. Nuk, jo, bëj shaka, shoqë. Ti do ishe e parë që do e dije. Po o goca unë nuk e di, e kam një kështu, unë dua të ndaj çdo gjë në Instagram, e di sa problem është kjo. Do të thënë, jo dua të ndaj çdo gjë, po ndonjëherë dua që t'rregojmë shumë reale në Instagram. Është e njëjta gjë që mendoj dhe unë dhe dua shumë ta bëj dhe të filloj dhe të flas, sepse mendoj një gjë që mua mund të më ndodhi në jetën time, mund të ndodhi dhe një vajzë tjetër apo dhe një djalë tjetër, dhe unë dua që ky djalë apo vajza kur shofi atë postimin tim, të thotë vetëm. Po, shiko, pas ka dhe njerëz të tjerë dhe le të gjejnë veten në histori. Ama nga ana tjetër neve gjykohemi nëpër Instagram në një lloj mënyre, domethënë që më duket shumë e frikshme, sepse duhet gjykohet një njerëz që po tregon diçka nga vetja e vet. Instagrami në fakt është shumë fasada. Për shembull, mua më vjen ndonjëherë të hedh në story atë gjellën që po aq më ka bërë mami, për shembull, fasule. Po, dua ta hedh. Po hidhemi. Po kur ham forget bash ata postosh në Instagram. Në ana tjetër them, okay, po e hodha unë këtë gjë. Po njerëzit kanë bërë shkencë për këto muhabete që bëjmë ne. Ka disa studime në fakt që mbështesin idenë se storyt në rrjetet sociale shpesh krijojnë një version më tërheqës të jetës sonë se sa realiteti. Dhe në fakt do doja, sepse të gjitha ne e kemi ditur për këtë lloj studimi, kështu që Kristina, do na e lexosh ti të na tregosh se cilat janë këto studime? Po, patjetër. Tani, studimi I parë është studimi I Cornell University 2024,
Ky studim ka zbuluar se njerëzit, ky studim ka zbuluar se njerëzit shpesh krijojnë përshtypje të sakta për personalitetin e dikujt bazuar në postimet e tij në rrjetet sociale. Për shembull, përdorësit e Facebook-ut janë perceptuar si më të pasigurt dhe më të hapur se sa ata e shohin veten, duke treguar se ka një dallim midis asaj që postojmë dhe asaj që të tjerët perceptojnë. Okej, keni bërë ju gota në një studim, në fakt doja ta bëja pak më të thjeshtë. Unë kam bërë një studim. Di çfarë studimi kam bërë? Kam bërë një studim që sa herë ndihem e lumtur, sa herë jam mirë, sa herë jam në marrëdhënie që mua më bëjnë të ndihem mirë dhe unë i postoj në Instagram. Studimi im është që mua më prishen. Bravo. Po, është e vërtetë, edhe mua më ka ndodhur. Imagjino kam qenë jo më larg se para një jave, kam qenë shumë e lumtur, vazhdoj të jem shumë e lumtur, jam shumë e plotësuar momentalisht me jetën time personale. Inshallah jo, po jo, mora celule unë i postova. Po si më motër, nuk bëra 24 orë më Ina. Patjetër. Plas si debati. Është e sigurt. Plas si ka mundësi, më thënë për gjëra kotse, hajt kesh një mos përputhje me personin. Unë kuptuar asnjëherë këtë gjë që po të tregosh një gjë të bukur na vetja jote. Për 10 minuta është çdo gjë e prishur. Ndonjëherë është edhe pa dashje kjo pjesa e syrë, se ne cilësojmë sikur tjetër na i bëjmë me qëllim gjithmonë, edhe sikur e kanë me zili ose me inat apo kështu, po ndonjëherë është vetë personi që e ka të tillë, nuk është e thënë që gjithmonë është nga inati apo diçka. Nëse për të secali tregojnë më shumë për ne, apo jo Ina, duhet të ketë një studim tjetër me sa diu. Është një studim që është bërë në MC Master University, mos gaboj, se e kam lexuar pak a shumë. Ky studim ka treguar se përdorimi i rrjeteve sociale ndikon në perceptimin e realitetit, veçanërisht në lidhje në imazhet e trupit dhe ndjenjat e pasigurisë. Përdorimi i shtuar i rrjeteve sociale mund të çojë në ndjenjat e pasigurisë. Dhe kjo është problemi. Vetbesimi jon ulet në televizi dhe nuk ka asnjë moment apo asnjë gjë që mund ta ngushëlloj dhe këto komentues nuk mendojnë në asnjë lloj momenti se çfarë po na bëjnë me komentet e tua pa lidhje. Kurse në 2025-ën, le të themi dhe studimi më i fundit që mund të jetë bërë në Irlandë, thonë se irlandezët po përdorin gjithnjë më shumë burime lajmesh të besueshme për të verifikuar story që shohin në rrjetet sociale. Kjo tregon një vetdije në rritje për dallimin midis realitetit dhe asaj që shohin online. Domethënë, që shërbejnë apo që shohin çfarë shfaqin. Po, është një sesi AI në këto momente. Do të thënë e marrin shumë seriozisht këtë pjesën që shohin një story e përpunojnë në Irlandë për të parë sa është e vërtetë edhe është ajo që ne shprehim inteligjenca artificiale momentalisht në jetën tonë. Ajo më larg se diun bëra një postim i cili ishte që ishte krijuar nga inteligjenca artificiale dhe do marr kohën time në fakt ta nxjerr si foto sepse realisht ishte një ndër fotot që ti e besoje se isha unë. Unë për shembull kam bërë atë me fëmijë. Ja. Më kanë vënë një fëmijë. Nëse do mundet kamera të ma fokusoj, kjo është fotoja ime. Po. Afroj pak më poshtë, na. Një sekond ta gjejmë ku e kemi. Kjo si ti? Kjo nuk jam unë. Kjo është thjesht fytyra ime e vendosur dhe është totalisht reale. Domethënë, dukesh sikur je ti. Ina me një fantazëm nga mbrapa. Po, pra, unë e bëra këtë, po thjesht nuk e ka një fantazëm. Kjo këtu është një fantazëm. Po, e di. Scary movie Ina. Është shumë e thjeshtë që neve tani të gënjejmë për jetën tonë, domethënë gjithmonë përbëhet më e thjeshtë që neve tregojmë një jetë që ne nuk e kemi. Shumë e çuditshme. Dhe në fakt doja të filloja dhe t'ju pyesja, keni përdorur ndonjëherë rrjetet sociale për treguar një version të jetës tuaj që nuk është plotësisht i vërtetë? Ne e bëjmë sot ditë. Realisht unë nëse do flisa për pjesën më shumë të shpenzimeve dhe këto, nuk e përdor për kamuflim ose për të tipit që shikose unë bëj ndonjë shpenzim aramëndës, si ndoshta se kam se njohim shumë njerëz, çunat marrin makinat e shokut borx për të story. Po, është e vërtetë. E kupton? Okej, po keni ndjerë ndonjëherë në xhelozi ose presion online për të bërë storyt e tua interesante apo më cool se sa jeta juaj reale? Nuk e di, unë mundohem të tregoj me vërtet realisht. Nuk e di. Mundohem se si perceptohet pastaj është gjë tjetër, se unë bëj edhe nga ato videot pa make-up fare, bëj video që bëj make-up në makinë, postoj direkt, bëj video që aty një ditë kam edhe një video që ha sultjash. Ku diun ne unë mendoj të kalojmë një në publicitet dhe pastaj të flasim për këtë. Patjetër Desiana, patjetër. Të çmajem edhe me Inën pak. Se sa erdhi. U rikthyem në She's on Air. U rikthyem me Inxhi, mos e prezantoj Inën. Pastaj jo nuk e prezantoj fare. Pastaj hapësirë të vogël publicitare, do kalojmë në Vox Popet e mia. Që ne si presim. I ke pas Vox Popet Ina? Ja, shikoj tani. Ja, tani me ju.
Shëndetje nga Unenxhi. Sot kemi një temë shumë të bukur, Instagrami. Si t'ja bëj që jeta ime të duket po aq interesante sa në Instagram? Le të pyesim pak shqiptarët, a janë vajzat aq të bukura sa ç'duken në Instagram, apo kanë meshkujt aq shumë para sa që reklamojmë? Le ta ndjekim. Eron Vilja un burg, ai do varet militar. O të dali Eron Vilja nga burgu, ose ai do varet më militar. Eron Vilja i del shumë bukur në për foto në Instagram, e ke parë? Po, i dele për foto, unë i kam djerë për foto. Ke bër like ti? Po, kam bër like me atë. Mirë, kanë ka shumë lekë ta cuna sa reklamojnë? Jo, jo. Gocat janë aq bukura? As gocat nuk janë. Janë kaq të bukura gocat sa zhuken në Instagram? Po. Ka cuna që reklamojnë këto makinat e shtrenjta në Instagram, mendon se i kanë vërtet? Jo. Jo, nuk janë. 7 makina këta secili. Mund t'jemi qëra makinat. Nuk janë tyret. Jo. Janë këto makinat e shtrenjta. Ndonjëherë nga familja, nga prindit. Mirë, po vajzat janë aq të bukura në jetën reale sa ç'duken në Instagram. Jo gjithmonë. Do më tregosh një rast për shembull se njëri tha që erdhi në takim nuk e njoha. Ndoshta jo dhe haq, sepse unë nga shoqëria që unë njoh, nga afër duke parë edhe nga Instagrami me fjalë, dhe nga jeta reale duket qarta se nuk është e njëjta. Njeriu duhet të jetë i thjeshtë vetvetja. Po e nxjerr. Ka të vërteta, ka edhe pa vërteta për atë punë. Ka çuna që nxjerrin në Instagram këto makinat e shtrenjta, mendon se i kanë vërtet? Jo. Po mirë, këto gocat me këtë Photoshopin, mendon se aq të bukura në jetën reale? Jo. Ka çunat me këto makinat e shtrenjta që reklamojnë, mendon se i kanë tyre? Nuk e di, mirë është mos gënjesh as veten as tjerët. Këto gocat që duken kaq bukur në Instagram, mendon se duken bukur edhe në jetën reale? Ne vetë i kemi ushqyer ata. I kemi pëlqyer, i kemi bërë. Po. Edhe ato tash ju duket vetja sikur janë që makinë të shtrenjtë nuk blen një djalë 20 vjeçar. Unë punova të rjetën, edhe punë të mirë, domethënë private po, ne? Edhe nuk arritëm të bleni makinë të mirë. Ja ashtu të përdorën. Me këtë Photoshopin që po bëjnë. Kot fare. Gabim, ë? Gabim. Ne që kemi patur kemi qenë më rrinime e lumtur. Nxjerrin 2-3 makina të shtrenjta, mendon se i kanë të tyret? Edhe mundet i kenë. Kam punuar me pislëqe. Ke shoqe ti që përdorin shumë Photoshop? Kam. Nuk njihen fare, ë? Të ma komentosh pak. Kjo është fotoja? Si mendon ti? Live. Live, ë? Edhe ti që ke shumë simpatik. Jo, më nuk më pëlqen. Po pse? Nuk më pëlqen se është fallë. Po ti përdor Photoshop? Jo. Jo? Fare. Fare. Ke shok ti që nxjerrin shumë makina në Instagram, jetë luksi, po si kanë të tyret? Ato ka i gjej vetë në Instagram, nuk i gjejnë. Ne ato kush kanë, ma shuj, ato ma shuj ma shumë, ne nuk kemi, që t'i bëjmë. Qik Photoshop ti? Ja. Jo. Kemi konë jam që gjithë punë kravo, kam konë të me foto me. Jo e që nuk kemi konë me punë, jo, shkollë, jo, kemi, jo, pa të bëjmë, kam konë me do. Ta janë të vërteta, po du të pa të parasysh që në një makinë janë 5 veta, ha? Ja marri njëri tjetër sa të bëjnë gjira se nuk janë të vërteta. Po lyve të si e ly ti, jam ly unë, jep edhe bukur i tualeti, po ma mirë je natyrale. Kur jam më bukur në Instagram apo në jetën reale? Je më mirë live. Live. Ua, saj, bukur, po ti je yll bota, moj, ti je princesh. E shikon një sheik apo një biznesmen do ketë nderin të kaloj jetën me ty. Goca shqiptare në Instagram, si të duken ty? Unë kam një shoqe që e kisha lënë takimin, domethënë te Errol Benja për të parë ndeshjen, ishte zbukurohej, ishte ashtu se njoha vetëm kur më ftiva, atëherë u kujtova se ishte ajo. Unë nuk ju kafshoj. Unë nuk kafshoj njëri. A kanë do të bëj njerëz? Kaq. Jemi rikthyer, po ka ardhur edhe Ina mi për shaka. Unenxhi, më zëmra. Po çfarë bëhet shumë? Po gjithmonë ta ndalosh një tip që thotë ka falin e Tiranës. Po ai ka vetëm Tiranën, ka personale, më duket. Personale Shikon, në problemet të shqiptarëve gjithmonë hyn e Tirama. Po mirë, po. Si është kjo qasja? Telefoni 1, Tirama 2 janë dy problematikat e shqiptarëve dhe këtë herë ishte edhe Instagrami. Po pra, brezi i mamallarëve dhe baballarëve tan, ja vinin fare në Instagramit që gocat janë egzageruar kaq shumë. Catfish, nëse e keni dëgjuar.
Catfish. Jam shumë e interesuar të di për eksperiencën tënde personale. Se ti del këtu na qesh me këto vojset sikur zonë dhe zgjedhur. Na thua shik sfidat një herë po. Nga afër, domethënë ti ndalosh, ti pyes. Bëja 2 muaj gjithsa për Vox Pop. Ke plot. Po goxha. Po si po ju duk. Po na thuaj ti, se këtu Voxi del perfekt. Realisht është një punë shumë e mirë. Faleminderit. Unë e bëj me shumë qejf. Unë dalë aty dhe ata nuk ndalojnë. Unë thjesht i ndaloj me dorë. Këtë herë për shembull, sfida ime ishte që unë t'i tregoja foton time nga Instagrami dhe live. Unë nuk e se kisha bërë shumë make-up dje dhe isha veshur pak thjesht dhe prap njerëzit shqiptarët duhet je shumë mirë kështu, je shumë natyrale, nuk e egzageron shumë me Photoshopin sa një grua. Normali. Të ndiqte. Po, më ndiqte. Po sa disa je më mirë live, disa je pak më shumtuar live. O goca më fal pak tani. Se unë se kuptoj të muhabet. Si mund të bëjmë në një foto ta postojmë pa Photoshop? Tani të gjitha bëjnë Photoshop. Si jo. Pse për te? Më fal. Unë sot të mëngjes, më mbaroj FaceApp-i. Me TikTok-un. Po më i kutruri, goca unë përdor FaceApp e pranoj, po edhe trupi mund t'i bëj Photoshop tani. Po është estetik, është kamera që mund të nxjerr pak më të mbushur. FaceApp-in të gjithë e përdorim, po ka ca tipe që e përdorin atë FaceApp-in më shumë se çdo. Edhe ato pikturojnë, dalin tjetër për tjetër dhe unë te kjo pjesë nuk jam dakord. Pastaj për FaceApp dhe unë përdor FaceApp, ëh. Është një tregoj si operacionet plastike apo ndërhyrjet tek tuk. Unë jam shumë dakord që çdo vajzë mund të bëjë ndërhyrje për veten e vet, sepse të ndihet më mirë me veten e saj, ama në momentin që bëhen të tepruara dhe përpiqen të jetë goca kur hyni në FaceApp, mund të shtypni këtë këtu që thotë cutesty dhe mos shkoni te kjo këtu që thotë star, që të ndryshon gjithë tiparet. Tani unë këtë gjë bëj, se mua për shkak më thon shumë njerëz që ti në ekran më thon kur të shohim dukesh më e mbushur. Live je më ekrani të nxjerr pak më. Tani kjo do të thonë se unë në shfaqjen e sociale një gjë që s'jam. Okej. Vajza, në fakt. Goca unë kam një histori personale për shkak se duke qenë se jam tip që nuk përdor as FaceApp në fytyrë, as në trup, as gjë, nuk e di si bëhen më saktë. E kupton? Mësojmë ne më shumë. Tani mua po duket pak më shtrim, po që unë jam mund të hysh të profilim të shikosh fotot me radhë dhe nëse un kam diçka flasim. Po mirë, filtrat e Instagramit dhe Snapit ti përdor. Po, filtrat, po, patjetër që po. Po shenjata që kam një dila diku tjetër, që un jam paragjykuar për shkakun në fotot e mia, jam paragjykuar për parakolpin tim. Gjoksin. Po. Që ke shumë të madh. Që kam të vogël, që sa ka fare. Po kishte që paragjykojmë që kemi. Jam paragjykuar me njerëzit që ti nuk e gjok, kështu dhe kam thënë që kush ka dëshirë që ta shofi më të madh mund të investoj. Unë jam e hapur ndaj investimeve. Do të thënë Erika thotë që çunat e ngacmojnë dhe kur e ngacmojnë i thonë që zemra e ke gjoksin e vogël. Paka shumë. Paka shumë apo kështu është? Shikoj më kollëçë më shumë përgjigja. Përgjigja ishte ideale, goca mbani shënim. Kur dhe Erika i thot, kush do mbani shënim? Kush do ta investimeve? Patjetër që po. Ndërkohë na duke bërë gati 5000 euro. Nuk vjen një natë me çuna që e thonë këtë gjë, por vjen një natë me gocat që paragjykojnë gocat. Unë jam shumë kundra femrave që paragjykojnë femra. Goca, nuk e di. Gjithmonë ato femrat e shumtuara që paragjykojnë. Një këngëtare shqiptare e ka bërë këtë, ka thënë madhërishtja Eli Mala e përshëndesim. Ka qenë duke kënduar live, ajo ka pranuar që ka gjoksin e bër dhe një dashamirës i saj është afruar që t'i vendosi një 50 euro që gjoksi kur ajo po këndonte live dhe i tha 5000 euro gjoksi, tha ti do me vëm 50 euro tha. Po shumë mirë i ka thënë. Po shumë mirë. Nëse unë mendoj se këto forma trupore dhe ky pjesë e Photoshopit që ne nxjerrim ndonjëherë, nuk mendoj se është gabim, se Instagrami do pak të kuruar, me thënë të drejtën. Ora, pastaj kjo është pjesa. Do, po jo ta egzagerosh. Do sa diça urrejun. Unë bëj dhe këto backstage-et e së diellës dhe jam gjatë gjithë kohës kështu. Je po ke lojën e ty. Tani nisë një lojë të shpejtë, goca dua përgjigje shumë të shpejta. Goca ndesha ta mbyllja pak me atë shperën e bukës. Nuk kemi kohë. Që të vogla të ndaja, disat janë cica, kështu që nuk më intereson më. Vajza, dua përgjigje nga ju, real apo vetëm për story? Kuat për fuqizimin kur po qaja nën batanie. Si ishte? Unë e kam bërë. Reale, jo vetëm për story. Për mua është reale. Edhe për mua është reale.
Okej, e marrim reale. Selfie me një libër që nuk e kam hapur kurrë. Jam këtu. Është kolege, është vetëm për story, pra. Foto në restoran për hëngra vetëm bukë me gjalp. Si ishte? Foto në restoran për hëngra vetëm bukë me gjalp. Jo, kjo është budallë. Është jam pa lidhje e mundshme. Palestra për story, jo për stërvitje. Dhe ka ndodhur. Bëra story të thoshte single and thriving, por po mendoja prishin. Jo, se kam bërë. E ke bërë të ti? Ja, e ke bërë. Ideja që ku i bën këto gjëra. Jo, më jam shumë e lumtur, nuk mendoj më nga këto. Fotot më të mira të pushimeve nga dita më e keqe e vitit. Normal. Kam ndodhur një herë. Postova lash gjithçka pas, por slash asgjë. Kemi bërë të gjithë. Unë kur postoj që lë çdo gjë pas, e lë. Dhe ka lënë publicitet e dashur miq. Dhe ja ku jemi rikthyer në She's on Air. Dhe është momenti të ftuarit ton special. Atëherë unë mendoj se ky ftuar është më speciali nga të gjithë që kemi pasur, pse do thoni ju. Është nga Fieri dhe njerëzit nga Fieri unë i dua shumë. Patriotët e mi, domethënë. Atëherë ta nisim pak me përshkrimin. Jo, njerëzit nga Fieri. Okej. Ta nisim pak me përshkrimin. Është një djalë që nuk shihet mbas fjalëve, nuk është asnjëherë boring. Dhe siç e thash për më tepër është nga Fieri dhe ai është Fation Kuqari. Përshëndetje Fation. Përshëndetje. Të gjën e re. Përshëndetje. Sa më lart. Patrioti i Inxhit. Përshëndetje Fation, patrioti i Inxhit. Fation, sa do të kur bëhen dy fierak bashk? Ndiqet? Lexohet fulxhani fuqishëm. Ja. Se me magjishë nuk çlejnë në kurrë. Ai të zgjuar janë fieradët. Të lexohet edhe fulxhani dhe letra po ti të kanë fieradët sa ju marrin lekë dhe duke u pa fulxhanin, e kupton dhe ju i besoni. Jo, kjo është një arsye se ti të ka hec biznesi nga qenë nga Fieri. Jo, sepse ju e merrni të mirëshën që fulxhani mund të shikohet. Kjo është. Tani na e tregon vendin ku është edhe të japim fund këtij muhabeti. Afër të tregut. Do shkojmë bashkë me Fatiove. Se Fieri është mbajtur për biznese, po Fation, po të shkosh ti me 6 goca atje, çfarë si do reagojnë ata pa e mësuar të shohin shumë shumë. Nuk di se ma kanë pi lëng, unë kështu që duhet vetë se kam marrë shpesh. Okej. Do bëmi ne, po ne me Fationit. Futemi pak në ujërat tan tani. Me postimet në rrjetet sociale apo me deklaratat nëpër intervista të ndryshme duket se ke gjetur mënyrën për të qenë gjithmonë në qendër të vëmendjes. Është kjo një strategji e jote apo thjesht vëmendja të ndjek ty? Po të shikoni, disa nga ju jemi dhe miq në rrjetet sociale, unë sjell asnjë lloj lajmi dhe asnjë lloj gjë, domethënë jetën time e kam shumë private, që do të thotë unë kurrë nuk kam dashur dhe kurrë nuk dua të krijoj spica apo portale që nuk janë. Janë shumë unik në këtë gjë. Sot është ne kemi storyt më interesante se sa vetë jeta jonë. Si qëndron kjo për ty? Të gjithë, shiko, të gjithë edhe në diçka story çik më të egzageruar se ç'është jeta e përditshme. Kjo nuk diskutohet sepse në një fund ditës e do ta kuptoj, nuk ka asgjë të keq, është njësoj sikur kemi atë vitrinën te shtëpia që mbajmë ato pije të shtrenjta ose ato godat ose të gjitha, nuk mund të vësh aty një shishe rakie bosh ose kështu. Sigurisht që do ketë diçka të tillë. Te atë fjalën tënde që është bërë shumë virale në rrjet. Për ty e çoj godën. Ka diçka, bile se ne na Fieri themi vërtet gotën. E kemi çik të seksuar, jo vetëm se unë, po e kemi si shpreh, na e kemi personalizuar jotja. Po për shembull, un kam vënë re, për shembull, se unë ndjek Fationin në rrjetet sociale, një nga gjërat që jeni follow. Po e ndjekun. Edhe unë kam një Fation. Prandaj pa më parë. Ti Fation, mua më thoi që do të bëj fakti. Po do më bëj pra ato më bësh bek. Po, më bëri shumë përshtypje fakti që ti hedh video në makinë me këngë popullore. Është një gjë që ti me vërtet dëgjon gjithmonë këngë popullore apo e bën kështu që dukesh ky çuni që unë dëgjoj muzikë shumë popullore, djali i mirë, tradicional. Si qëndron e vërteta për shembull? Ja, për se puna e vërteton më duket. Do na hapi playlistën, kam përshtypjen. Dhe aty do dal Ylli Baka. Nuk deli Ylli Baka. Se unë shoh që gjithmonë bën story me këngë popullore dhe këndon edhe vetë shijon shumë. E bukur është që pas kam të telefon, se e kam telefonin tjetër që e kam del playlista. Te telefon e punës.
Jo, nuk më del këtu, po unë i dëgjoj realisht shumë këngë popullare. Janë shumë bukura, janë këngë me gjitha. Po dhe pse janë ato këngët më unë nuk kam në një këngë të, nuk kam në një rrymë të përcaktuar. Mjafton jo vetëm tallavaj jo. Dhe çdo këngë tjetër mjafton të jetë e bukur. Mjafton të jetë e bukur dhe kaq, pastaj energjinë që t'japin, po ti vësh të gjitha këngët popullore kanë energji të mirë. Se flasin vetëm për gëzime, për dasma, për këto, nuk ka hidhërim, nuk ka ndarje, nuk ka bashkime, e kupton? Edhe shumë bukur. Fillon miqtë mi. Edhe të dëgjoj ndonjëherë se janë të bukur. Tradicionale apo të moderne, Fation? Gjithmonë kam qenë tradicionale, i ndërthurur me moderne. Vetëm në muzikë apo? Se kisha te muzika, them drejt. Goca tradicionale apo moderne? Ja pra se e thash, gjithmonë të tradicionale të ndërthurur me moderne. Mix, me pak. Një mix i bukur. Një mix i bukur. Ta di të marrëdhënien e shtëpisë familjes, por të di dhe të shoqërisë. Okej. Po tani ti je ty publike apo private? Ke zgjedhur ndonjëherë në jetë lidhjet apo mos ta quaj lidhje, po pëlqimin tënd? Unë? Po. Ta zgjidh unë. E ke zgjedhur ndonjëherë për shembull, e ke parë dikë në rrugë, ke parë një çun në rrugë, ti se di fare çfarë është, qysh është gjitha dhe ka pëlqyer. Po mund të më duk simpatik, patjetër. Po, nuk ka të bëj kjo, je i showbizit, je i njohur apo je më pak i njohur. Sigurisht që kushdo në jetë do dojë një njerëz. Mjafton vetëm dashuria. Jo, nuk po flasim, dashuria është një fjalë shumë e madhe, të themi drejtën, e kupton? Të vesh deri te dashuria. Jo, të vesh deri te dashuria është një fjalë shumë e madhe. Por ne po flasim për një piknisje. Fationi po tregon që është që di ta ndaj dashurinë nga pëlqimi, nga fiksimi. Pse kush nuk di ta ndaj? Ka plot. Ai bëjnë, duan ta heqin ose duan ta lozin që Fationi më duket po thotë. Shkon e meshkujt kemi diçka që ndonjëherë dhe egzagjerojmë shumë mënyrën e pëlqimit apo për ta bërë një femër shumë të privilegjuar dhe ndoshta edhe bëjmë gabim se dukemi më jo nuk në një fjalë të domethënë i bie më keq në sy se sa më mirë ashtu, e kupton, se edhe një jo legenis, se nuk është fjalë ta. Jo legenosur, se është fjalë dur, por egzagjerojnë çik më shumë se ç'duhet, e kupton. Fation, a ke njohur ndonjë vajzë në rrjetet sociale dhe kur e ke takuar live të ka dalë ndryshe nga fotot? Gjithmonë po. Do të thënë për mirë apo për keq? Edhe për mirë dhe për keq më ka ndodhur. Po si ke reaguar për shembull kur ke pasur një takim me një vajzë? Jemi njerëz funditës, domethënë. Mala i zoti. Ua, çfarë ndodhi? Jo, jemi njerëz, ka mënyrat e veta çdo gjë. Si ke shmangur për shembull nëse një vajzë ka qenë shumë e bukur në rrjetet sociale dhe ke takuar live ka qenë e kundërta. Të ka surprizuar për keq. Po un kam diçka para se të vi live, duhet të kem parë 2-3 rrugëve. Kur them rrugëve në një kafe, në një vend, gjithë. Tani gocave, kur i pëlqen, i jep nga një bubble bar? Gjithmonë. Okej, atëherë 6 të tjera bëj gati dhe ne shkojmë në publicitet. Faleminderit. Mos ka ndonjë gjë këta të dy që kanë kap shumë personale, Erika me Fationin? Nuk e di. As nuk njihemi. Erika dhe po ngacmonte shumë në backstage dhe tha që çunat nga Fieri, domethënë i referoi Fationit nuk jeni bujar. Po që jo, nuk e thash këtë, thash që janë shumë bujar. Me aq sa një fund thash, nuk nuk e di ku dëgjuat këtë, ja. Por Fation mos ke që qef Engjin ti? Ua, po në zemra normal që më ka qef jemi. I deri gjak. Kam marrë për intervistë. Dëgjova se to kanë në radio. Kjo është një intervistë për Fation Kuqari. Nuk është për njohje. Ndoshta je ka dikë. O Fation, shikoj nga ti ke qenë pjesë përputhen. Do njëherë ke shuptuar, në kupton lidhen bashkë kështu sikur je konkretizuar kështu si person që vetëm dating. Jo, nuk kemi në përputhje, këto është mbyllur. Ka 7 vjet gjatë. Ke shumë gjëra për të na treguar, kështu që Ina, çfarë do zbulojmë ndonjë? Ne të drejtën vazhdoni juve me kakakukët dhe juja. Kam ca pyetje për zbulojmë një gjë për Fationin. Fation në Big Brother VIP apo në përputhje, ne kemi parë të drejt për drejt dhe pa filtra. A je po kaq i rrezikshëm dhe jashtë kamerave? Çfarë nuk kupton ti me rrezikun? Tani të thuash të vërtetën është pak e vështirë. Pra, të gjithë e dim se sa peshon e vërteta. Kështu që vazhdon të jesh njësoj dhe pas kamerave apo ke ne jemi njerëz, jemi të rritur, jemi të vaksinuar. Ca gjëra dhe duhen thënë, jam dakord me të gjithë ju këtu në këtë pikë, por çfarë është për të bërë bujë dhe të thuash me të madhe, duhet ta thuash me të madhe. Çfarë është që mund të ndikojë në jetën tënde apo të dikujt tjetër që
mund të bëhet jo mirë kjo gjë, nuk i bën mirë sigurisht, jo ta anashkalosh, po dhe ndoshta bën ndonjëherë sikur nuk ke një përgjigje ose nuk ke një gjë, po jo se ti nuk thua të vërtetën ose se ti nuk do t'i thuash, por mund ta ruash personin. Po, shiko, ne jemi mësuar plot me njerëzit që përpiqen të më njanojnë një përgjigje, ëh. Kështu që mund të thuash ti përgjigjesh pyetjes drejt për drejt, dhe thuash kjo është, edhe unë nuk kam frikë ta them, është një dhe ti e bën këtë. Po, është një veti shumë e mirë. Zakonisht e kam bërë, por kur është dashur për mos ta bësh, sigurisht që nuk e kam bërë. Po mirë, unë do të të pyes, nga përputhen deri tek Big Brother VIP, cila është ajo eksperiencë që ka lënë më shumë gjurmë tek ty? Sigurisht përputhen. Shikoj, nuk e hedh poshtë kur këtë gjë. Pavarësisht se njerëzit e marrin si tallava apo jo, njeriu gjen një mënyrë për të çarë apo për të përcjell diçka në jetë ose për të ndryshuar jetesën e shumë gjëra me radhë, e kupton? Kështu që mundsinë që ma ka dhënë përputhen, unë nuk do isha këtu nëse nuk do isha në përputhen. Kështu që bizneset e mia mund të ishin shumë më shumë se kaq, por mund mos ishin dhe mund mos ekzistonin fare. Kështu që unë jam me këmbë në tokë në këtë gjëra, unë kur kam qenë në përputhen kam pas biznesin e parë kam nis me 130.000 lekë të vjetra. E kam pas për para se të futen në përputhen dhe përputhen mua që fitonte 15.000 euro në muaj në ato kohë. Që do të thotë, mundsinë që më dha përputhen në anën unë nuk kisha mundësi të pagoja tjetër Nixin apo Y-in 10 apo 15.000 euro në muaj marketing, po ma ofroi që ta bëja pa lekë të gjë. Dhe kështu që unë e shfrytëzova në maksimum. Duke qenë se jemi tek përputhen. Po diskutonim çfarë për deklaratën e Shqipës. Çfarë mendimi ke ti për të, meqense keni qenë Çfarë deklarate? Deklaratën e Shqipës për parashëvisimакun që është futur midis burrave, gjëra të tilla. Nuk e ke ndjekur Nuk e ke ndjekur. Jo për zotin Fationi nuk e ndiqka Shqipen, Loreni Goca. Jemi blog. Atëherë, ja ta shpjegoj unë dhe do na thuash mendimin tënd të parë. Fationi Bushari ka blog Shqiper Sena. Pse nuk ka dëgjova, kishe blog? Më duket thash, nuk jam. Ka bërë ajo apo ke bërë ti? Pse jeni vërtet ta kontrollojmë tani? Nuk do të jap shumë vëmendje kësaj gjës. Okej, s'do të japi vëmendje Shqipës. Jo kësaj gjës thos. Jo kësaj gjës. Unë jam shumë përshtatare pse jeni bërë blog. Mund thash. Atëherë, shikoj. Kalojmë në pyetje tjetër. Në fakt po flisnim për deklaratë që është bërë rreth parashëvisimакut, ku Shqiper Sena ka thënë se parashëvisimaku është futur ndërmjet çifteve dhe ka marrë burrat e të tjerëve. Duke u hedhur poshtë ndoshta vlerën e saj si ka luduar. Vlerën që ka parashëmi, nuk domethënë ne jemi rritur të gjithë me frymën, me këngët e saj, me imazhin e saj, me bukurinë e saj dhe të gjitha. Me sa di unë, edhe kur ka qenë në Amerikë, që pas jetë familjare ka një çun që ta ketë me jetë gjatë edhe shumë gjëra me radhë. Kështu që shiko çik, janë ca gjëra që i hedhin një ca shashka për të krijuar një ca portale dhe unë mendoj që një ca gjëra janë turp. Më mirë tash një gjë pak më parë që fli gjumë, hap buk me djath ose buk me kos. Se sa të hedhësh një ca gjëra dhe të prishësh imazhin e dikujt që është një histori e tërë dhe besoj se do bëhet në do i bëhet në një film, në një gjë në një dokumentar sa histori ka. Dhe tani del dikush, kushdo qoftë, edhe unë si Fation të hedh hije për të marrë disa portale, është turp i madh që ne po e flasim këtë gjën këtu, që ne po japim akoma më shumë portale apo më shumë gjëra. Një gjë si figurë e saj që është shumë e madhe dhe është turp. Për mua që unë ta flasë të krijoj portale. Që unë e thash që çfarë, dikush që është askush i para parashëvis. Më mund të jetë shumë kushi, nuk ka rëndësi. Puna është ka shumë rëndësi. Shikoj, unë mendoj nuk ka lidhje. Nuk ka lidhje. Të dalësh tani të hedhësh balt mbi një figurë që ti e di shumë mirë sa ka vuajtur, të paktën sa kemi parë ne. Po, që është dhe në gjendje të keqe. Ishte në gjendje në ana emocionale të gjitha, e ti për të krijuar një lloj portali sepse fle gjuma, po puna jote se çfarë bën me jetën tënde, të nxitohesh. Prandaj thashë pak më parë ca gjëra dhe nëse ti mendon që apo e marrin mirëqen që ai mendon në turin e saj sigurisht ashtu, mbaj për vete ca gjëra, e kupton se është turp. E di çfarë jam shumë kurioze tani të di fjalën çashka. Çashka the. Shashka, Shashka. Ishte zjarre, ne themi na thiri shashka. Po çashka është koka, nëse do çashka. Po tha shashka, jo çashka. Çashka. Fation ti ke qenë dhe mendoj se mbetesh një nga mbretërit e memeve. Dhe si e përballon
Po më duket se kam lënë si me lloku. A mendon se do bëj shërbim edhe sot këtu me ne? Është faqe në Instagram, që unë ndjek gjithmonë dhe ti je imazhi asaj faqe. Ata të vrasin baby. Pse kështu? Është si beb, vërtet. Kam respekt për atë faqen, gjithmonë shikoj memet, nuk ka kur marketing të keq. Është marketingu. Memet janë gjithmonë pozitive. Po ti marrësh t'ja marrësh bot kuptimin e memeve, është një mini portokalli të krijuar në 30 sekonda dhe është gjë shumë e bukur, që jam shumë kam shumë respekt për atë faqe. Po si është një ditë normale jote? Jashtë kamerave, jashtë krye postimeve të Instagram. Rutina puna më shumë. Si fillon? Ja na i shpjegoj ditën tënde. Çohem hap zyrën e kam në shtëpi, nuk e hap. Thjesht bëj ato rutinën time me pak fjalë të punës. Mas dite deri në darkë kam shumë full, jam gjatë gjithë kohës në punë rëmuj, sepse un kam goxha staf edhe goxha njerëz dhe nuk është se kam një ditë njësoj si një ditë tjetër. Dalin shumë gjëra rrugës, shumë probleme që ne me akordime, menaxhimin, çdo gjë. Më fal se biznes e kisha? Kam disa, por s'është pyetja kjo se gjë, se tu po e marr, po se një shifër edhe mos ta thuash, wow, ke filloj ke porra gjëra. Zakonisht pyesim sa zero. Pyesim të ftuar kemi shifër. Po fillove tregove zero, më beso s'ka asnjë zero. Jo, ai që tregon zero nuk ka zero, më beso. Kristi herën e kaluar na tha që kishte 6 zero. E kishim të ftuar. Unë Kristin di isha në palestër, po Kristi e di që s'ka zero. Kristi këtë ka pasur vetë për shoh. Unë kam shoh Kristin, unë kam shoh Kristin vetë Fationi dhe para na shkalon tash këtë. Unë nuk kam zero. Unë jam fugara. Marr diçka modeste dhe jetoj. Vazhdon tani gënje Fation. Fation, do na përshëndesësh pak me një këngë? Edhe pastaj të kthehemi herë të flasim për do zero. Diunë di çka këngë do Fationi, do atë Fier Patose Mallakastër, se ta jam origjinë nga Mallakastra dhe la përshëndet me një këngë Fation. Edhe ta dëgjojmë bashkë me dëgjuesit tonë të Top Albania. Unë jam i vetmi djalë këtu dhe të përshëndes unë juve ju duhet të keni diçka. Ne të përshëndesim. Jeni goca, e kupton? Gjithmonë privilegjin e kanë gocat. Gjithmonë privilegjin e kanë gocat. Okej, gjëra që keni ju. Çojmë atë këngën e Era Strefit Baby dhe përshëndesim. Edhe gjë. Kalojmë në publicitet. Dhe jemi rikthyer në She's On Air në 100 FM dhe jemi me Fation Kuqarin. Në fakt, unë doja ta kaloja pak nga të qeshurat tona në pak më serioze, po dhe ndoshta të qartë ku i di. Vetëm na shket na bën për qesh edhe i kalon mund të përjetojmë gjitha emocionet me njëri tjetrin, nuk është problem. Fation, para pak kohësh, në fakt e kam pak vështirë dhe unë të ta shtjelloj këtë pyetje. Ke treguar për një ngjarje të dimshme familjare. A ka ndikuar kjo për të qenë më i fortë edhe ti je ky Fation që ti je sot? Sigurisht, domethënë unë para në familje nuk e shikoj dot më gjatë. E kupton? Tani se kam problem ta shikoj. Që në kjo anë burrërohesh më shumë, jo se ti nuk je, po ca përgjithësi që i ka babai joti i detyruar ti marrësh ti, e kupton? Kështu që sigurisht që rritesh më shumë, sigurisht burrërohesh është fjalë e madhe, sepse të gjithë burra janë, por maturohesh më shumë dhe i merr gjërat me sy tjetër. Nëse ti del në rrugë dhe ta bën një njerëz me drita të qeron, në atë moment nuk i thua fjalën e fundit, po e mendon një herë. Kështu që këto janë maturitet që të bën kjo gjë dhe më thënë bër shtylla e shtëpisë. Po, e vërtet. Kështu që a mendon se do ishte njësoj në qoftë se nuk do kishte ndodhur? Njësoj do ishte, po disha më pak i paturuar. Okej. Që do të thotë, ne kemi lindur për të ikur. Patjetër. Kështu që një njeri ikën pak më parë, pak më vonë, çfarë rëndësie ka, njerëzit i bën edhe pengje, po kjo është jeta në fund ditës. Ne dim që domethënë duam ta themi apo jo, larg qoftë të gjithë ta provojmë të gjën dhe më besoj që unë nuk e mendoj baban tim ndonjëherë që ka vdekur, thjesht ka ikur nga mua, po shpirtërisht je i lidhur shumë me atë, e kupton, para se të flesh ti diskuton me atë bën. Të gjithë na ndodh, nuk besoj se jam i pari unë ose i vetmi, të gjithë na ndodh kjo gjë, por kështu që unë jam krenar për këtë gjë dhe vazhdojmë. Ju duar trokitje për Fationin. Jeta vazhdon, është e bukur.
Kështu që ky ishte mesazhi që Fationi ju dha të dashur dëgjues. Tani mund të vazhdojmë te pjesa jone preferuar që është dashuria. Kthehemi prap tani. Që të përshkruan më mirë Fation, rebel, romantik apo strateg? Strateg nuk jam ndaj shumë në përsa i përket dashurisë. Unë jam rebel shumë, një miksim i papar në romancë, po më shumë rebel, nuk jam te fjalët, jam shumë te veprat e këto, e kupton tip na mere, kupton diçka e tillë, shumë nuk jam, po zemra nuk kam këto. Një hëmoj, shumë hëmoj. Bjonda apo Bruna? Unë jam si quhet ajo Gështënj. Jo, gështënj, tip Floria, kështu. Tip Ernet, shumë mix. Jam më shumë njeri natës apo i mëngjesit? I mëngjesit gjithmonë. Dhe nata më pëlqen ri shumë, unë të mendosh nuk është gjë e mirë, po unë flem më shumë se 6 orë në ditë në gjumë maksimumi. Se unë siç e dua dhe natën, sepse është ajo rutina shumë e bukur. Nata, ora, e ke parasysh kur je vetëm, njeriu mediton, mendon, ndëron, i bën të gjitha bashk, dhe nuk ka gjë më të mirë për të reflektuar me veten, si gjatë ditës ti je në punë. Mas ditë kështu, nata është e bukur. Po dhe mëngjesin unë kam punë, s'kam çfarë bëj. E bukur është nata, po na tregon një çfarë të josh më shumë tek një film. Qënia e saj. Jo, po, domethënë çfarë, domethënë vetë femra në Shiko, shikimi është perfekt te një femër. Domethënë ka diçka, njeriu duhet të flasë me shikim, sipas me, nuk diskutohet që duhet të jetë e bukur. Ta heqim këtë se çdo njeri shikon bukuria është relative. Ato është shumë relative. Është shumë relative, po pra. Por në syrin tim duhet të jetë si për kë don, domethënë e para është një që ngece me sy, pastaj shikimi flet shumë. Natyrale apo me pak ndërhyrje? Unë jam te naturalet, por ka diçka në momentin që çdo njeri që ka një lloj kompleksi, gjithçka qoftë ai duhet ta heqë, por prapë të rritem natyral. Jo egzageruar. Jo egzagerim, jo të bësh, nuk do ndihesh vetja. Çdo njeri që del jashtë natyrës nuk dihet vetja. Dhe kjo është mirë. Unë pas kësaj doja të dija cili është një nga mesazhet flirtues më të çuditshëm që ti ke marrë nga një vajzë. Të ngacmojnë vajzat vetë Fation? Jo, mua po ndodh të gjithë sot janë updateuar shumë gjërat. Janë updateuar shumë gjërat. Mund ta quaj edhe për mirë dhe për keq, që nuk kam më tani apo mashkull apo femër në këtë pikë. Kupton, shumë femra e kanë hequr atë kompleksin. E mos gat, domethënë që një mashkull do të vinë mbrapa e gjëra të tilla kështu. Po me Deat ka çunë një mesazh me që të ndiqte? Nuk e di. Jo, nuk e ngacmoj. Zakonisht nuk ngacmoj e para. Ka plot shumë çuditshme. Na më të çuditshme. Të tipit? Mua më duket shumë e shumtuar që një vajzë ti shkruaj një djalë. Po nuk ka asnjë gjë për mendimin tim. Po ti ke dalë në një vend negocit ka shkruar e para Fation? Nuk di ta mbaj mend atë me siguri kam dalë. Ti pëlqen të ngacmojnë apo ti ngacmosh? Nuk kemi dalë këtu për të ngacmuar, ne jemi gjithmonë ne meshkujt jemi gjuetar. Po. Falë, nuk kam dëgjuar ju meshkuj që prisni. Të shkruaj. Duam apo s'duam, ne po jetojmë në një botë të updateuar për keq, që 7% e meshkuj janë bërë pjeshka. Domethënë janë bërë pjeshka me plotësimin e fjalës. Meshkujve janë bërë pjeshka, thotë atë kushare. Mirë që po pjeshkërojnë, ne fillojmë me gocat edhe dalin na meshkujt pastaj edhe bën një lloj bote që mos o zot, e kupton ku po jetojmë. Ti ke thënë në një intervistë që ti nuk ngacmon i pari sepse ke frikë refuzimin. Jo, nuk është kjo. E kam thënë shumë parë, po e kam updateuar. Jo gacmim, nuk është çështje. Gjithmonë nuk kam qenë të mëshirshëm me vetbesim që i vogël e mbajmë. Shiko, nuk është frikë, frikë është të bësh turp. Jo të gacmosh, unë nuk jam tip që gacmoj, por unë të jap interes. Unë tregoj që kam interes për ty, por jo gacmim vulgar. Nuk jam, e kam pas natyrë këtë. Ama unë po të jap interes, ta tregoj që të kam qef dhe shumë gjëra me radhë dhe mund ta marr refuzimin, nuk diskutohet, s'ka asgjë të keqe. Tani e ka kuptuar këtë. Tani e ke kuptuar këtë. Jo, po këtë doja të thoja, po. Mirë, diçka pa të cilën Fation Kuqari nuk jeton dot. Pa familjen. Do zgjidhje një romancë intensive dhe të shkurtër apo një lidhje të qetë dhe afatgjatë? Unë jam fare të dyja këto nuk jam. Romanci i shkurtër çdo. Lidhjen e qetë afatgjatë, zëre se kur nuk jeton. Çdo. Ke pasur një 1% që
Që s'është bërë? Ne ke pas të ndaluar, jo, nga këta të ndaluarit dua të diu. Jo, më s'jam te këto filmatur. Nuk jam te këto filmatur. Për shembull, Fatian. Si? Mund të i grua martuar për shembull. Nuk jam unë aty Lali fare. Ai është tradicional. Jo, nuk jam çështje tradicionale apo jo, por shikoj mund të kem pas një pëlqime se kam ditur. Që e kam parë në rrugë sa e bukur, e kupton, por jo tani e marr, shikoj. Po kur bëra atë statusin ti Fation, se bëre një status se çast po dëgjoj për veten time, për çfarë thashë themi e kishe? Po në përgjithësi vllai. Kush ka qenë ai thashë themi më i keq që do të thashë për na shmeti vllai. Unë kam shikoj, ja, do ta them për këtë për çfarë bëra? Shikoj, unë i kam arrit gjërat me thonjë, jam shumë djalë punëtor, rina mëngjes deri në darkë në punë dhe të dalin aty në për njerëz në për blog të flasin që Fationi pastron lekët e dikujt apo dikujt tjetër, është turp i madh sepse ka diçka, më vjen aq për të qeshur, po të vjen aq i natë që ti aq djalë punëtor, aq ambici, aq shumë ke punuar me, domethënë me thonjë ke ngritur gjërat dhe dali tjetri ta bëj rrafsh që ama se ky lekë të filanit pastron dhe të gjitha. Jo, absolutisht si kanë bërë kurrë të gjë. Në fund të fundit e dëm të gjithë në Shqipëri. Ka aq ego të fortë kur nuk mund të bëhen vegle e dikujt. Domethënë më mirë i fukara tër jetën se sa të bëhen vegle e dikujt. Po mund të bëj vegla, po unë vegël nuk bëhem. Dhe pas kësaj deklarate, publicitet. Dhe ja ku jemi rikthyer me Fationin përsëri në këtë pjesë tjetër të She's on Air në 100 FM në Top Albania Radio. Tani Fation do të bëjmë disa pyetje për ty. Do duam që të përgjigjesh shumë shkurt, të japësh përgjigjen të sinqert me një fjalë ose po jo ndoshta. Atë vendosëm. Jo, është gjë që unë po të them ti duhet të zbatosh. Ah, okay. Ka ndonjë kështu që falesh atë janë këto betoher. Jo, nuk ka. Duam vetëm sinqeritet. Ka një aksesor që të betosh, thash beton. Ku e ke? Ka librin. Ka një libër. E që përdor librin për aksesor. Tani, do zgjedhësh vetëm një. Para, fam apo dashuri? Do ta cek këtë. Mo Enxhi më duket aq e zgjuar sa i ka bërë gjithë portalet aq buda dhe i sa tha një gjë aq të zgjuar për të krijuar viralitet, për të qenë këtu sot në ku jesh këtu dhe kaq mua vjen për të qeshur se gjithë portalet, jo, shikoj që ka diçka, portalet u morën gjithë me një gjë që tha ajo. Dhe mua më duket shumë inteligjente. Ti ju të dy fjera, komplimenta i bëre. Strateg dhe mbrojtja e Po pse i merrni kështu të gjitha gjërat? Apo jeni këtu për të gacmuar, Arova, po, kanë të drejtë, kanë drejtë. Tani, më zgjidh midis paras, famës apo dashurisë? Janë të treja. Fama nuk është domosdoshme. Po arritet ti tashmë edhe nuk. Ju e ke gabim, unë e thash dhe pak më parë, unë famën e kam krijuar për paran, për të mecur punët e mia. Unë nëse, domethënë, nuk ka gjë më të bukur të kesh jetë private. Fation zgjidh vetëm një. Më paraj sa është të kesh jetë private. Lek famë apo dashuri? Një nga këto të treja. Pa çfarë nuk jeton dot. Pa lek më bër diet. Shiko, tani ti jemi me këm tok mos bëjmë kot. Ti pa para nuk merr dot ilaçe, mbi i vdekur pa para, e kupton? Kaq. Pa para ti s'ke dashuri, te paraja është e gjitha, pastaj vijnë të gjitha. Ti nëse ti nuk çon lek në shtëpi, ti s'të dot gruaja në shtëpi. Kaq. Po pra, edhe më po nuk ka, jo, është vërtet. Merë një mashkull, shiko, nuk po të them ti je i pasur, po të shohë njerëz që nuk ka ambicioz, që nuk çon dot jetën më bazike në shtëpi më vëlla, për të jetuar ç'do. Po ka nga ata që sillin lek pafund edhe në fund. Nuk po flas për këtë. Ju më thot një përcaktim, me para dashuria është më e shëndosh, nuk diskutohet. Po mirë, këto gocat për shembull që ti mund të kesh pasur lidhje, kanë qenë brenda apo jashtë ekranit? Zakonisht. Kur të lutem Fation. Bam. Jashtë ekranit. Por dhe brenda. Fation gjë më është shtrenjtë që i ke bler vetes dhurat. Tash makina? Makina aktualisht. Po gjëja më e shtrenjtë që i ke bler ndonjë personi special. Makina. Pas kam me makina dhurat. E kam shumë makina djalë. Jo nuk e kam me makina, më e shtrenjtë thes. Shtëpis ka bler akoma, kjo merr ty. Kush e tha këtë? Thash tani thash. Do të na bler makinën më të shtrenjtë. Thash aktualisht tani afër. Tani kjo makina që ti ke bler, ka qenë familjare apo të dashurës, se janë ndajnë. Një personi special. Çfarë quhet ti person special në këtë rast, Fatima? Ja ke bler Fatima. Po çfarë rëndësie dyt? Ti duhet të sa do përgjigjesh. Jo, shumë private. Është shumë private. Tani se po thua jo kjo, jo, më mirë hajde ikim fare. Ku do vemi? Biznes. Sa e rëndësishme mendon se janë dhuratat dhe gjërat materiale për të fituar zemrën e një vajze?
0. Po me një shikim të parë Fation, cila nga ne të gjashta do duket më materialiste? Të gjitha. Cila duket më shumë materialiste? Nuk është gjë e keqe ti je materialist. Po ku pas ka qenë ideal? Jo, shiko, ngatrohet të shitesh dhe ti je materialiste sot. Femrat ngatrohen në këtë pjesë. Një femër, domethënë një gocë mund ta quaj minimalisht do të mirën edhe nuk po them të doj një djalë milioner gjitha, po minimalisht të shikoj atë Chelsea të ideal që ai do jetë babai fëmijëve dhe do nxjerrë na qulli, nuk do e lej familjen në grop. E kupton? Që të duash një mashkull, domethënë, moj mas është fukara, un kam qenë mesatar, nuk kam qenë në një rast fukara si pasur. Ama e kam pas gjithmonë zhvillimin që do krijojmë dhe do bëjmë dhe kam shumë ambicie dhe gjëra. Kjo është duhet shkoj një femër te një mashkull. Jo është i pasur apo jo. Ja shikoj zemrën, nuk diskutohet ajo gjë, po ti shikoj që a mund ta nxjerrë familjen na balta apo jo. Është shumë e vërtetë kjo. Kam një pyetje tjetër, me që jemi te kjo pjesa e lidhjeve. Desha të dija ti personalisht, si Fation Kuqarja, do lidhesh me një gocë që ka fëmijë, duke marrë parasysh situatën time. Erika ka një fëmijë. A do lidhesh ti me Erika? Jo, personalisht me mua, por në përgjithësi me një gocë që ka një fëmijë. Ti e mendon si pengesë këtë gjë apo? Së di. Ishte një jo. Nuk e di thash. Nuk na ka rastisë rasti. Fation për ty një takim romantik më i bukur do ishte në shtëpi, domethënë në dritën e Shirive apo në ndonjë restorant kështu nga ato. Është romantik në restorant? Me 5 yje. Fation, të lutem tash, unë dua një po se një jo, nuk dua një. Po, do them po, këtë kjo gjë po me të. Ja ta bësh ti, Fation, ta thua ta mama që kishte ndjenjë. Unë besoj te një shtëpi. Jo, e kishte Erika. Nuk e di, realisht nuk e di. Do ta mendoj. Si e ndjen, instiktivisht. Nuk e di. Po nuk e di pra, kurse di se di. Jo, realisht nuk e di. Domethënë varet shiko, të gjithë me duhet një posë një më burr se un kam hasur pengesë në përdejtje me këtë gjë, edhe sot dua nga një çun që të thoj po ose jo. Do të pëlqefin ty? Jo. Nuk e di. Nuk e di, realisht nuk e di. Nuk e di. Asnjëherë nuk thuhet kur, për asnjë lloj gjë, as jo as po në këtë gjë se ne nuk e dim. Po, ke pasur ndonjë rast të tillë? Po s'kem dalë tu për dal për raste të tilla apo jo? Jo, s'kam pas. Jo. Fationi të dashur miq pas ka ndryshuar, nuk thot më të vërtetën dhe shumë keq. Sa çuni çale gjeni, ha? Çale gjeni që Fationi. Dhe nuk po tregon asgjë. Vetëm Fation mos ke ndonjë gocë prezente tani për momentin në jetën tënde ti që je kaq i rezervuar se shiko, dhe nëse do ishte, jo, edhe nëse do ishte nuk ka të bëjë me pyetjet që po bëjmë. Jo, s'është. Jam single. Unë kam qenë ta vërtet beqar, jo, nuk jam e vërtet. Beqar, kështu. Dating sigurisht. Dating ka çdo ditë ai po. Jo, realisht, unë jam 31 vjeç. Nuk po them që më ka kalu mosha, as po kalu, po as piqesh apo jo, po njeriu varet si ndihet, besoj që rëmuja nuk të bën mirë. Asnjë njeriu nuk i bën rëmuja, është fazë e jetës dhe rëmuja nuk të bën mirë. Dhe unë jam në pikën që jam aq i ngarkuar sa rëmuja më ngarkon akoma më shumë. Ti Fation po kërkon për një lidhje serioze? A më se s'kemi dalë të tregu çam. Po se përgjigjesh për djalë. Le të vi olla. Mirë se të vjesh Fationi. Si? Kur ti mirë se të vjesh Fationi. Kjo fiks. Po se, domethënë ka ndryshuar shumë kjo sot koha, e kupton? Zakonisht më para meshkujt për shumë në moshën tënde kishin familje, domethënë 31 jam valla. Shiko, pa e kish kuptuar se kishin. Po dhe shoku im i ngushtë ka 2 djem, mosha ime është, por nuk do të thotë gjë kjo, është me fat. Kjo është personi i jetës. Ti je gati për të gjë për shumë në këtë moment? Çdo njeri është gati, besoj vetëm nuk e ka ardhur gjëja. Un jam gati, çdo njeri është gati, thjesht është me fat. Personi i jetës është shumë fat. Është kur të vi të vim. Me postisht legali. Ti nuk mund të vesh të marrësh një mjafton të jetë gocë e mirë, po e marrin mirë qen këtë gjën, mos të vesh dot në shtëpi se nuk e duron dot kur vetë në shtëpi se do kesh sherr apo zënga. Personi i jetës është fat. Do ta kesh shoqë jetë në çdo lloj aspekti, domethënë nëse ti nuk e ke këtë, mos e merr kot mundimin se mase nuk do ndahesh, po o do tradhtohesh, o do e tradhtosh, o nuk do vesh në shtëpi, o do zihesh për ditë. Pse? Le të vi vetë natyrshëm gjëja. Gjëja e duhur, në momentin e duhur, në kohën e duhur. Po do vi. Beso gjithëve i vjen. Po nëse nuk di ta mbash, pastaj është zgjozëci. Po ekziston mundësia që ti më përpara ta kesh humbur këtë? Gjithmonë kemi humbur në jetë. Po pra, dhe s'vjen më ajo.
Se ike, e do gjë fatin. Po, jo, mos si jemi kështu, të paktën shiko, ndryshe na kafshët, ndryshe na kafshët, me sa dim ne se nuk e dim komunikojnë, flasin kafshët apo jo, me sa dim ne kemi tru. Dhe ato e kanë, por ne merremi vesh me fjalë. Ato merren vesh me instikte. Ne merremi vesh me fjalë, me të gjitha, përderisa ne kemi tru që kanë dhe ato, se do fillojnë njerëzit po dhe ato kanë. Por ne merremi vesh dhe me fjalë, besoj që raste vin pafund, hikin pafund, ca i mban, ca ikin, kështu është jeta. Dhe me këtë fjali erdhi fundi. Ca na duan, ca s'na duan. Dhe nuk u dha përgjigje. Dhe të tjerë na duan, të tjerë. E bukur është të lodhesh gjithmonë. Me të tjerë përfundojnë. Gjithmonë është bukur të lodhesh, më beso mua. Në eksperjenca që ka mund gjithmonë duhet të lodhesh. Erika sot ka shumë mendon në inflacion, që gjithmonë duhet të lodhesh. Ti su lodhesh shumë për pyetjet, për përgjigje. Do të bëj një kërkesë. Patjetër. Mund të vish çdo të njëjtë këtu që të flasë Erika. Mund të flasësh tani. Po tani ose kur Erika, kështu. Sa ai nuk flishin dot më të marrë vetëm mirëpafshi. Faleminderit. Po erdhe prap. Të flasim prapë. Okej. Faleminderit shumë që isha me ne. Dhe kemi ardhur në fundin e emisionit, kështu që do ta mbyllim dhe do shifemi bashkë të Faleminderit për ju, ishit shumë kreative të gjashta. Dhe unë nuk do jap vetëm 6 tyje, po do jap 7 edhe për bashkëpunimin në grup që ishit, kështu që jam shumë i nderuar që jam mes jush këtu dhe mos harroni të gjithë të pini bubble bar se ju vorava. Shumë faleminderit dhe ishte kënaqësi për ne sot që edhe për mua ishte shumë kënaqësi. Shihemi të njëjtën tjetër. Djalë për vajzë të vet.